Po Nertil ka kaluar më shumë se 2 orë që janë avokatët e zotit Berisha që kanë lexuar pretendimet e tyre sa i takon vendosjes së masës sigurisë, dihet qëndrimi i tyre. Ata e kanë quajtur të palishëm vendimin për caktimin e masës sigurisë si masës parë të sigurisë që ishte ajo e detyrimit për të paraqitur, por dhe masës së dytë të dhënë nga gjyqtarja Irena Gjoka, duke reditur dhe një sër shkeljesh ligjore që sipas tyre ka bërë kjo gjyqtare. Të gjitha këto pretendime janë paraqitur deri në këto momente në gjykatën e posaçme të apelit, e cila drejtohet nga gjyqtarja Iliriana Oldashi, e cila është gjyqtarja e cila është e hetimeve paraprake për dosjen Partizani deri në momentin që ajo të kaloi për gjykim. Pra është kjo gjyqtare e cila do të vendoste, ka shtyr seancës pasi ka dëgjuar pretendimet e avokatëve dhe pretendimet e prokurorëve të çështjes, të cilët kanë qenë të mendimit që masa duhet të qëndrojë për zotin Berisha, masa e arrestit në shtëpi, ai duhet vejojë të qëndrojë në masën e arrestit në shtëpi, e ka shtyr shpalljen e vendimit për ditën e nesërme në orën 9. Pra, në atë kohë ajo do të shpall vendimin dhe do të shprehet në lidhje me kërkesën e bërë nga avokatët, por edhe me qëndrimin që ka mbajtur prokuroria e posaçme. Pra, ditën e nesërme në orën 9 është seanca ku shpallet vendimi për zotin Berisha, ndërkohë që në orën 10 kemi Jamar Maltezin, i cili duhet paraqitet në prokurorinë e posaçme për të marrë në pyetje. Në këtë moment po presin të dalin avokatët e zotit Berisha, të cilët do të bëjnë dhe deklaratën e tyre, padyshim në lidhje me argumentat që kanë paraqitur në gjykat, pasi siç dihet kjo është një seancë mase sigurie që bëhet me dyert të mbyllura, pra pa praninë e medias, por me praninë e palëve, siç janë avokatët dhe përfaqësuesit e prokurorisë, që në këtë rast ishin 2 prokurorë të çështjes, Enkeleda Milonaj dhe Arben Kraja, të cilët morën dje në pyetje zotin Berisha, do të marrin dhe zotin Jamar Maltezi ditën e nesërme, pra vetëm pas shpalljes së vendimit për zotin Berisha.